Pikë së pari, Bashkimi Demokratik për Integrim hedh poshtë të gjitha këto shpifje dhe trillime të cilët vinë nga ky grupim artificial i quajtur Vlen, të cilët janë duke zbatuar skenarin e padronit të tyre për të goditur BDI-n, Ali Ahmetin dhe kauzën tonë kombëtare. Asnjëherë, në më shumë se 20 vite ekzistencë të Bashkimit Demokratik për Integrim, nuk kemi qenë pjesë e rrjeteve të huaja financiare apo vendore. E aq më pak pjesë e këtyre rrjeteve të cilët vinë nga regjime shtypëse që shqiptarët i kanë përjetuar në lëkurën e tyre. Përkundrazi, çdo betejë e BDI-s ka qenë për barazi, për drejtësi, për rrugën euroatlantike dhe për rënim të çdo ndikimi serb, rus apo ndonjë ndikimi tjetër që është armiqësor ndaj vendit në përgjithësi dhe ndaj shqiptarëve në veçanti. Vlen në vend se të flet për dështimet e veta dhe për rolin e vazalit të cilët e kanë marrë ndaj VMRO-s, duke qenë dega më anti-shqiptare e VMRO-s tek shqiptarët, hedh në opinion të pavërteta për të mbuluar një të vërtetë madhe. E vërteta është se ata janë vegël, janë vegël e botës serbe. Kryqi ilegal në kodën e diellit, madje edhe me ndriçim gjatë natës. Emërimi i Stojilkovićit si zëvendës kryeministër për implementim të marrëveshjes së Ohrit. Pranimi donacioneve serbe për ndërtim të kishave në Tetov. Pritja me ceremoni shtetërore e Milorad Dodikut në Maqedoni. Prezenca në ceremonit shtetërore po flas, të përfaqësuesve të kishës ortodokse serbe në Maqedoni. Nënshkrimi i kontratave nga drejtorët Vlenit në fushën e energjetikës me kompani serbe, që tash janë nënshkruar nga drejtorët e Vlenit. Deportimi i kompanive serbe në fushën e telekomunikimit. Defilimi i ministrave serb në Maqedoni edhe duke paraqitur pushtimin e Maqedonisë, të Kosovës dhe masakrën ndaj shqiptarëve maqedonasve si çlirim, edhe duke i quajtur këto toka si toka serbe. Dhe krejtësisht në fund, banka serbe mban firmën e Vlenit, të gjitha këto që i theksova mbajnë firmën e Vlenit. Konkretisht, zonja Bujare Abazi, kryetare e Komisionit për Letra me Vlerë, më 10 shtator të këtij viti, ka lejuar depërtimin e bankës serbe, Alta Banka, në Maqedoni, duke ja mundësuar kësaj banke që të blej aksione. Pra këtë krim institucional, të cilët vetë ata e bëjnë, tentojnë t'ja veshin dikuj tjetër. Ka vull, ka firmë. Vula dhe firma e Vlenit është për këtë tradhti që po ja bëjnë vendin në përgjithësi dhe shqiptarëve në veçanti. Ata vetë janë të kapur nga bota serbe dhe akuzojnë të tjerët për të njëjtën gjë. Mirë po, kjo nuk kalon. Asken nuk mund ta mashtrojnë për një çështje të tillë. Sa i përket krimit, akuzave për krim dhe korrupsion, ne jemi të qartë në këtë drejtim. Urdhëroni, pranoni vetting. Urdhëroni të hetojmë pastërtinë e figurës së çdo politikani. Këtë qëndrim e kemi pasur në të kaluarën derisa kemi qenë në pushtet, e kemi edhe sot. Urdhëroni vetting ndaj çdo politikani. Urdhëroni të hetojmë secilën parti politike në këto 33 vitet e fundit. Urdhëroni të hetojmë prejardhjen e pasurisë së çdo funksionari në këtë shtet. Urdhëroni të hetojmë procesin e privatizimit që ka kriju oligark të cilët sot po e sjellin botën serbe, e Vleni është aty vetëm për të ngrer gishtin. Edhe arsyetimet e tyre janë banale. Thonë, raporti i forcave është i tillë. Kanë 64 deputet VMRO-ja dhe ne s'kemi çka bëjmë. Nuk e kemi atë forcë që të ndalim investimet këtilla të bankave. Nga vetë përfaqësuesit e Vlenit dalin këto fjalë. Dhe urdhëroni të hetojmë çdo organ të sigurisë, nga 1945 deri më sot, dhe punonjësit e saj, që nga OZNA, UDB-ja deri tek ANB-ja e sotshme.
Ata të cilët janë të lidhur me krim dhe korrupsion, vendin e kanë përpara drejtësisë. Po qytetarët më 19 tetor do a japin përgjigjen. Në referendumin dhe 19 tetorit, këtu betejë është për dinjitet, për rikthim dinjitetit, apo për të vazhduar vazaliteti, nënçmimi, degradimi, poshtërsimi i shqiptarëve. Shqiptarët e kanë da mendjen. Do votojnë Aleancën Kombëtare për Integrim, e këta me donacione serbe e me kryqen kodrën e diellit do e marrin përgjigjen.